numri ndërmarrjeve të reja në Kosovë ka shënuar rënje edhe gjatë muajit qershor. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 1.4% më pak ndërmarrje u regjistrua në qershor të këtij viti, krahasuar me muajin maj, dhe 5.1% më pak krahasuar me muajin qershor të vitit të kaluar. E për situatën e Gjakov, për periudhën janar-qershor, tregoi kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rajonin e Dugaxhinit. Nëse kthejmë folin për Gjakovën, sipas donave që kena zyrtare, i kena 180 biznese që janë të regjistruar BI, ndërsa kena 173 biznese që janë SHPK të regjistruar, sipas donave zyrtare për folin. Edhe në dhona zyrtare kemi vetëm 3 biznese që janë të mbyllura. Por, ne si AKB, që jemi në tren, kemi statistika tjera për shembull, dhe kemi 38 biznese që janë të mbyllura, ose të qujtne, ose në fjetje. Po nuk janë të regjistruar për shkak që janë procedura tepër të ngarkuara të rona, domethënë janë biznese që nuk janë në sistem si të mbyllura. Fetau tregoi edhe për masa që kanë ndërmarrë si aleancë e bizneseve për këtë problematik, të cilat nuk janë zbatuar ende. Zgjidhja ka që duhet qeveria i ka, i kemi thënë edhe na si AKB, domethënë pikat të cilat duhet mi marrë qeveria. Janë pikat të cilat që duhet të hartohet një plan strategjik, domethënë plani strategjik për zhvillim. Ato i ka. Ato vetëm janë në teori, domethënë janë letra që kanë met, po në praktik realisht nuk qëndrojnë. Se po qëndrojnë në praktik, do ta kishin një zhvillim ekonomik tepër më të mirë. Gjatë qershorit në Kosovë u regjistruan 1092 biznese të kategorisë mikro dhe të vogla, ndërsa u shuan 107 apo 30 më tepër se gjatë një muaji më parë. Ndërkohë, regjistrim të bizneseve të mëdha apo të mesme nuk pati, që sipas Fetaut, kjo rënje e numrit të bizneseve nuk është sinjal i mirë.